Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të drejtojnë automjetet e tyre me kujdes maksimal në kushte të dukshmërisë së reduktuar, si dhe në asnjë mënyrë të mos ulet pas timonit nëse kanë konsumuar alkool në ahengje para vitit të ri apo në festa familjare. MPB sqaron se për 5 ditë nga 15 deri më 20 dhjetor në territorin e Shkupit janë konstatuar 53 aksidente trafiku, ndërsa kontrollet policore në komunikacion po vazhdojnë me intensitet të pandërprerë. Ministrstvo të Zavnatrës një raboti apelojmë gjithashtu që pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë plotësisht rregullat dhe dispozitat e trafikut, të posedojnë patjetër pajisje dimrore dhe të mos ulen pas timonit në ndikimin e alkoolit. U bëjmë thirrje qytetarëve të respektojnë dispozitat ligjore dhe të bashkëpunojnë me policinë. Zëdhënësi MPB-s foli edhe për aktivitetet që po ndërmerren kundër përdorimit të mjeteve piroteknike. Masat, siç tha ai, po zbatohen me dinamik të shtuar, duke pasur parasysh faktin se përdorimi i këtyre mjeteve të rrezikshme është karakteristik për periudhën rreth vitit të ri. Qëllimi shtojnë atë është rritja e vetdijes të rinjët, por edhe të prindërit e tyre se fishek zjarre dhe petardat nuk janë lodra, por mjete të rrezikshme që mund të shkaktojnë pasoja të pariparueshme dhe të përhershme për shëndetin.